Një përplasje ashpër ka ndodhur mes Brikenës dhe Edisës. Të dyja ish banorët kanë pasur përplasje edhe brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, me Edisin që akuzonte Brikenën si një njeri të shtirur. Ai gjithashtu u shpreh brenda shtëpisë se Brikena ka pasur një lidhje jashtë, teori të cilën e mbrojti edhe në emision. Unë për lidhjen time nuk kam dashur të flas. Unë thjesht kam thënë që nuk kam pasur ndonjë lidhje deri më tani. Lidhja me Mateon ka qenë një nga lidhjet e mia të para që kam, deklaroi Brikena, ndërsa Edisa ja ka kthyer me këto fjalë. Vazhdoi të qëndroj të njëjtave mendimeve që kisha përpara. Madje tani edhe më janë përforcuar sepse kam marrë informacione ekstra dhe nëse do Brikena mund ta jap. Por unë jam një vajzë e mirë, mos e mashtro publikun më shumë se sa e ke bërë. Ji vetvetja sepse njerëzit do të vlerësojnë akoma më shumë. Ajo Brikena e batutave dhe memeve mua më duket më tepër interesante në krahasim me atë Brikena që ka dashur të hiqet gjatë rrugtimit të saj në shtëpinë të famshme. Brikena njihet si një vajzë TikToku që bënte twerk, dhe pas përfundimit të shtëpisë më të famshme, ajo doli e martuar dhe një vajzë mjaft e sjellshme, por nuk është ashtu, deklaroi